إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: فكيف إذا جئنا بكل أمة شهيدا وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد أصحابه: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: حتى وصلت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال صلى الله عليه وسلم: كفاك. قال: فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit. Allahun, Zotin e vetëm të vërtetë, falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë, falje dhe mëshirë kërkojmë. Allahut i lutemi që të na ruaj prej skeqjes, e cila nuk është gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve, e sjelljeve, e fjalëve dhe veprave tona. Cili ndo që i madhi Zot e udhëzon, nuk ka kushta humbi dhe devijoj, dhe cili do që devijon dhe humb, nuk ka kushta udhëzoj dhe drejtoj përveç Zotit Xhelle Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet, Zot që meriton të adhurohet si Zot e të njihet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm, pa shok, pa familje, pa bashkëshorte, pa fëmijë, pa djem, pa vajza, absolut, i pa imagjinueshëm nga mendjet njerëzore, absolut në fuqinë dhe në dijen dhe në pushtetin dhe në çdo atribut që ai ka. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte njeri i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë, misioni i cilit përmbledhet në vargun kuranor: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", të sollëm në këtë botë për të qenë mëshirim i mëshirës së Zotit për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit qoftë mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin dhe e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, i madhi Zot, Allahu Xhelle Xhelaluhu, na drejtohet neve, po e ka me ne, kur na drejtohet duke thënë: o ju që keni besuar, friksojeni Zotit siç e meriton, pra jo me llafe, jo me paraqitje, jo me fasad, po me shpirt dhe me zemër ta ndjeni Allahun, dhe se vdekja mos ju gjej vetëm se duke qenë musliman të mirë, musliman të vërtetë. Se faktikisht sfida jonë kjo është: t'ia dorëzojmë shpirtin Allahut si besimtar, si musliman të mirë, pastaj mos e vrit mendjen për çfarë do të ndodhi më pas. I madhi Zot, Allahu Xhelle Xhelaluhu, në surën An-Nisa, pra ne jemi akoma në meditimet tona mbi ajetet e surës An-Nisa. Sot do të ndalim tek një ajet që faktikisht ajet për të cilin ka një ngjarje. Tregon Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu ta'ala anhu, një ditë tha, më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, më lexo nga Kurani. I thash o pejgamberi i Zotit,
si të lexoj unë ty Kur'an, ndërkohë që ty Zoti ta ka zbritur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, unë dua ta dëgjoj dhe nga të tjerët. Dhe fillova thotë ti lexoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ajete nga Kur'ani. Derisa arrita në surën An-Nisa, pikërisht te ky ajeti që ne do të ndalemi sot. Çfarë thot ajeti? Fa kayfa idha ji'na li kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida. Si do të vej halli atë ditë kur çdo popull dhe bashkësie do t'i sjellin një dëshmitar. Dhe ti o Muhammed do të jesh dëshmitari i këtij populli, i kësaj bashkësie. Dëgjoj thot zërin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili më thot kefak, mjaft. Thotë ngrita kokën dhe pash që syt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam po lotonin. Pra pejgamberi i Zotit nuk e bajti këtë ajet, filloi të qante sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër dhe motra, sa herë që e lexoj këtë ajet më kujtohet kjo ngjarje. Dhe faktikisht përpara se të futem në temën time, habitem kur mendoj për ndjeshmërinë e lartë që Zoti i ka paspajisur pejgamberin alayhi salatu wasalam. O vëllezër, ky ajet është ajet vlerësimi, prestigji. Çdo bashkësi dhe popull do të ketë dëshmues dhe ti do të jesh dëshmuesi i këtij populli, i kësaj bashkësie. Pra duket sikur ky është një ajet prestigjioz, një ajet i cili edhe me të vërtetë kështu është, e vlerëson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe e lartëson pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Mirë po, çudia e madhe, mënyra se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka reaguar përballë të gjimit të këtij ajeti ka qenë kaqja. Pa ashtu që sytë e tij po rridhnin lot. Subhanallahu, vëllezër dhe motra, çfarë ndjeshmërie, çfarë dhimbshurie, çfarë dashurie ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ne, sepse vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kishte fituar davan, e kishte marrë certifikatën. Zoti i ka falë gjitha, shkalla më e lartë dhe grada më e lartë në xhenetit është për ty, e të tjera për gëzimin që i kishte dhënë Zoti. Ndërkohë që kur i thuhet ti do të jesh dëshmuesi i besimtarëve muslimanë, i muslimanëve, ai po qante. Çfarë ndjeshmërie është kjo, subhanallah? Çfarë dhimbshurie është kjo? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim. Ju erdhi një profet nga mesi juaj. E mundon atë çfarë është e rëndë dhe e vështirë për ju. Me besimtarët i dhimbshur, i dashur, i mëshirshëm. O vëllezër, nuk është kjo hera e parë që pejgamberi sa ka qa për diçka që s'ka të bëjë me të, ka edhe raste të tjera, rasti kur ka lexuar ajetet e fundit të surës El-Maide, ku tregon se si do të dali Isa alayhi salam para Zotit, e Zoti do t'i thotë, ati ju thej njerëzve madhuroni mua si Zot përveç Allahut, e Isa alayhi salam do thotë subhanak, i dëlirë jeti o Zot nga çdo emet, si mund të them unë diçka që nuk është e vërtetë? Ti je dëshmitar sa kam qenë gjallë, e masi vdiqa unë dhe ma more shpirtin, bëhet fjalë për vdekjen e vërtetë të Isait alayhi salatu wasalam, ti ishe dëshmitar mbi ta. Pastaj lexoi pejgamberi alayhi salam, in tu'adhibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. O Zoti im, Isa alayhi salam i drejtohet Allahut ditën e Kiametit. Nëse i fal, janë robët e tu, nëse i ndëshkon, janë robët e tu, pra së ndërhyj dot, e nëse i fal, ti je i gjithdituri, ti i plot fuqishmi dhe ti je i urti. Pejgamberi alayhi salam po të lexon një dialog mes Isait alayhi salam dhe Zotit gjithësisë, përballë njerëzimit që e kanë adhuruar si Zot përveç Allahut. Dhe në momentin që lexoi, nëse i dënon janë robët e tu, pra janë njerëzit e tu, e nëse i fal ti e gjithdituri dhe i urti, thot, filloi të qante pejgamberi alayhi salatu wasalam, aq shumë sa që ju lagën rrobat dhe toka në këmbët e tij. La ilaha illallah.
Çfarë ndjeshmëri është kjo, subhanallahu? S'kishte të bënte me të, po kishte të bënte me pasuesit e tij. Pavarësisht se është thënë nga Isaia alayhi salatu selam, po kjo si formulë vlen për gjithë njerëzimin. Nëse i ndëshkon mëkatarët, gjunaqarët, njerëzit e këqij janë robë të tu, s'ndryhim dot. E nëse i fal, ti është puna jote. Ti je i gjithditur dhe ti je i urti. Por nuk është vetëm ky rasti, kemi edhe raste të tjera vëllezër dhe motra që ne gjejmë pejgamberin alayhi salatu selam në një rast tjetër duke qenë më të madh në namazin e natës. Derisa i vjen Xhibrili nga Allahu i thotë: "O Muhammed sallallahu alaihi wasallam, Zoti të çon selam dhe thot për çfarë po qan." Dhe ai e dinte shumë mirë Allahu i gjithësisë se për çfarë po qante, po duhet mbeste dëshmia. Ç'është kjo kuj dhe ç'është kjo e qarë në namazin e natës, pa pushim. Tha: "O Allahu Zoti im, çfarë do të bëhet me ummetin tim ditën e Kiametit?" E Xhibrili a.s. e çon lajmin tek Zoti, e Zoti e kishte dëgjuar, s'kishte nevojë që t'ia çonte Xhibrili, po duaj fakti dhe argumentit mbetej. Edhe i thotë i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu Xhibrilit a.s. thuaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se kur nuk do ta mërzisim në ummetin e tij. Kur nuk do ta mërzisim në ummetin e tij. Elhamdulillah. Për këtë arsye duhet ndjehemi mirë, duhet ndjehemi shumë komod. Duhet ndjehemi shumë të lumtur, shumë të kënaqur që Zoti ka bërë për ne këtë zgjedhje dhe ne jemi në udhëheqjen dhe bashkësinë e tij ditën e Kiametit. Për këtë arsye unë them çdo xhuma, sfida jonë është vdesim si besimtar të mirë, si musliman të vërtet. Pastaj mos e vrit mendjen për çfarë do të vi më pas. Se nuk e tradhton Allahu robin e tij, nuk e lën Allahu robin e tij në balë, nuk e lën Allahu adhuruesin e tij pasha Zotin. Po sfida jonë është që ne jemi të kujdesshëm, ta ruajmë veten, ta mbajmë veten, e mos tundohemi, e mos bim pre e dyshimeve, e dilemave, e pasioneve, e kënaqësive, e epsheve që t'i kthejmë shpinën apo të tradhtojmë. Për të ndalur inshallah taala në ajetin Kur'an, pra momenti i parë është o vëllezër i këtij ajeti është çfarë ndjeshmërie, çfarë subhanallah. Edhe po të lexosh Kur'anin e gjen këtë edhe në momente tjera. Allahu xhelle xhelalu e qorton disa herë pejgamberin alayhis salam. A do të vrasësh veten ti? Pse pezmatohesh ti? Pse bëhesh keq ti nëse ata nuk besojnë? Pra nëse pejgamberi alayhis salam ndjente dhimbshuri dhe pezmatohej dhe piklohej dhe i dhimbte shpirti, nëse një jo besimtar nuk pranonte Islamin për fjalëve të tij, merre me mend se ç'do të bëj pejgamberi alayhis salam për besimtarët dhe pasuesit e tij ditën e Kiametit. Elhamdulillah. Zoti na dhon forcë dhe fuqi për të qëndruar në rrugën e tij dhe për ta dhënë shpirtin si besimtar dhe si pasues ti deri në momentin e fundit të jetës son për t'ia dorëzuar shpirtin Allahut me la ilaha illallah. Allahu na mundsoft. Amin. Pejgamberi alayhis salam përjetoi momentin dhe faktin se si do të jetë ai dëshmues për ummetin e tij. Po ku është e keqja këtu? Po ta them ku është e keqja. Ummeti i tij dhe pasuesit e tij nuk janë gjithë me lajke, nuk janë gjithë evlija, me kuptimin më të mirët. Ka prej aty edhe njerëz të cilët nuk janë aty ku duhet. O vëllezër dhe motra, nëse dikush do të na shifte duke bërë neve një gabim, a do të ndjeheshim mirë? Kurrë. Kurrë nuk do të ndjeheshim mirë. Po se nëse do ta kishim pa 10 veta duke bërë gabim, kur nuk do të ndjeheshim mirë. Po sikur na kishim pa 100 veta duke bërë një gabim, shumë keq do të ishte. O vëllezër, merre me mend, ti del para Zotit dhe profeti alayhis salam është dëshmitar dhe dëshmues për ty. Subhanallah. Ndën për pas në turp se si do të jetë pejgamberi alayhis salam dëshmuesi jon i asaj që ne kemi bërë, kemi thënë etj. Pejgamberi alayhis salam i vinte zor dhe turp
Se si mund të jetë dëshmitar për një besimtar që ka thënë, ka sharë, ka ofenduar, s'ka falë namazin, ka mërzit prindrit, i ka hyrë hak këtij, ka hëngër pasurinë e jetimit, etj. Subhanallah, la ilaha illallah. Njeriu duhet ta mendojë këtë momentin e daljes përpara Zotit. Për këtë arsye Kurani në momente të tjera dhe në situata të tjera na tregon se dëshmues për njeriu do të jenë 10 apo 11 faktor. Po e fillojmë me më të rëndësishmin e dëshmuesve dhe dëshmitarëve ditën e Kiametit. Më rëndësishmi i dëshmuesve dhe i dëshmitarëve ditën e Kiametit është Allahu Zoti i gjithësisë. Inna Allaha bi kulli shay'in shahid. Wa kana Allahu ala kulli shay'in shahida. Wa kafa billahi shahida. Wallahu shahidun ala ma ta'malun. Më i rëndësishmi faktor, nuk është pejgamberi Islam, as kush tjetër. Më i rëndësishmi faktor dëshmues është Allahu Zoti i gjithësisë. Unë i mora disa shembuj, po e la shembullin më të rëndësishëm Allahun, sepse ai është shembulli më i rëndësishëm. Ne ruhemi shumë. Se s'dum që ta dinë njerëzit se çfarë jemi në të vërtetë. Dhe s'ka gjë se kjo është e natyrshme. Po ne harrojmë që është dikush që nuk i ruhemi dot. Është dikush që nuk i fshihemi dot. Është dikush që nuk mund ta aktrojmë para tij, nuk mund të lozim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Edhe tradhtinë e syve ai e din dhe çfarë fshehin zemrat ai e din. Yawma tubla as-sarair, atë ditë do të dalin të fshehtat haptas. Se duhet si dëshmi. E njeriu këtë duhet mendojë. Si do të dali përpara Allahut dhe Zoti do të thotë robim, ke bërë këtë kështu me radhë, pafundësisht. Ahsahu Allahu wa nasu. Allahu i ka ruajtur dhe i ditë gjitha, ne i kemi harruar. Me pas për të pyet ty apo mua Ahmedin, sa gjuna ke bë vitin e kaluar? Vallahi nuk i di sa gjuna kam bë. A Zoti i din ama? E njeriu këtë duhet të çojë në mend, dëshmitarin më të rëndësishëm, Allahun xhel xhelaluhu. Me këdo mund të lozësh, me këdo mund të bësh aktrim, me këdo mund të sillesh me 2 standarde. Nëse ai që sot sillet me 2 standarde është i sinqert, sot njerëzit sillen me 7 standarde, me 10 standarde. Po flasim. E Zoti i Madh nuk ka vetëm se një standard. I tha njonit, si tregohet në hadithin e pejgamberit, se nuk duhet të zgjatem në ngjarje. I tha du prej teje borxh, tha. I tha po ta jap borxhin, kur ma kthen? I tha ta kthej mas i viti. I tha kush është dëshmitar? I tha ai që mori borxhin, Allahu është dëshmitar. I tha ky personi që po jepte borxhin, o kefa billahi shahida. Tamam. Allahu është dëshmuesi më i mirë. Tha kush është garanti i këtij borxhi? Se ishin vetëm 2 persona. Tha Allahu është garanti i këtij borxhi. Tha wa ni'mal wakil, garantuesi më i mirë është Allahu. Po kanë qenë njerëz që e besonin Zotin, e donin Zotin, e ndjenin Zotin. E kur erdhi viti, e s'po gjejta anije me kalu bregun tjetër, me shku me kthy borxhin. Gati sa nuk po i binte të fikt për priklimit, për hallit. E mori një dru, e gryu drunin, i futi legët aty mrena, edhe ju drejtu Zotit duke thënë, o Allah, Zoti im, atë ditë kur ky njeri më dha borxhin, dhe më tha kush është dëshmitar, i thash është Allahu. Më tha kush është garantues, i thash është Allahu. O Allah, Zoti im, ti je dëshmitar që unë desha me e shly borxhin, po s'kam mundësi. Po e fus këtë drum, tha, me legët mrena, me dirhemet mrena, o Allah, Zot të çoja ati. A i tjetër i priste nga krau tjetër. E kur po vite perëndimi i diellit dhe e pa që personin fjalë që i kishte premtuar dhe i kishte bërë Zotin,
dëshmitar dhe garantues, tha po kthehem. Kur shet një trung, tha të pak të morë këtë drum ta çoj ke shtëpia. Të ngrof kalamajt. E kur shkoi në shtëpi dhe e çau trungun, gjeti aty lekët, dirhem. Takohen më vonë. Edhe i thot ky vlla, thot i mi dirhem, shi thot që ti ka marrë tesh, thot o vlla, i ka pru Zoti për ty. A ditë tha i ka sjell Allahu xhel xhelaluhu. E njeriu këtë duhet menojë vëllezër, duhet menojë si të dalim përpara Zotit. Sa herë kemi thonë një jetë di Allahu është dëshmitar, Allahu dëshmon. Dhe kur vjen puna pastaj hahen llafet. Kur vjen puna pastaj tradhtohen, kur vjen puna pastaj dalin muhabete të tjera. Jo unë pata këtë qëllim, jo unë e thash me këtë qëllim, po çfarë do t'i thush Zotit më vëlla? Si do t'i thush Zot, mirë më ja hodhe këtij se nuk patë dëshmitar. Mirë më ja hodhe këtij se nuk kishte gjë të firmosur. Jo, po ne nuk e shkruajtëm, po mund t'i thush ti Zotit nuk e shkruajtëm? A nuk e din Allahu se çfarë keni fol ju atë ditë? Subhanallah. E njeriu këtë duhet menoj. Për këtë arsye Allahu xhel xhelalu nëpërmjet pejgamberit alayhis salatu selam na tregon dy raste dëshmimit mes robit dhe Zotit. O vëllezër dhe motra, nuk do të shpëtojë njëri pa u takuar me Allahun xhel xhelalu. E njëri i cili është i ndërgjegjshëm dhe e kupton dobësinë e tij dhe të metat e tij. Dhe është i mirë. Kur del përpara Zotit, i pranon të gjitha. Thot Allahu robim, a man filan ditë që ke bë kështu, thot po Zotim. Po filan ditë që ke thon kështu, thot po Zotim. Po këtë qëndrim që ke marrë filan në situatë, thot po Zotim. Po që ke thon kështu, thot dhe i përmend Allahu xhel disa nga gjunat e tij të vogla. Dhe në të gjitha rastet robi, pra njeriu besimtar thot po Zotim. O robim, i thot, o njeri, a mohon diçka, thot jo Zotim, nuk mohoj asgjë, kom bë të gjitha. Çfarë thotë o Zot janë të vërteta? Dhe ky mendon se çfarë do të bëhet me të kur Zoti përmend ca të vogla. Dhe thot kur Zoti me vendin e vet, thot kur Zoti po përmend këto gjona të vogla që kam bëun, merren mend thot kur filloi Zoti me gjona të mëdha. E Allahu xhel xhelal nuk ja përmend mëdhojat, po i thot o robi im ikse të kam fal. Çfarë ke bëu gjunat i kam fal gjitha, je i fal dil i gëzuar mas perdes. Dhe ngrihet perdja dhe ky vërtet më të madhe. Ndërsa ndodh me i tjetër e kundërta, vjen dikush përpara Zotit, siç transmetohet Musnedin e Imam Ahmedit, rahimahullahu taala, nga Behz ibn Hakim, radiallahu taala, një sahabi thot, ky është një hadith i gjatë, ndoshta prej haditheve më të gjata, por në fund fare thot, dhe vjen thot dikush thot njeri para Zotit. Dhe i thot Zotit, ti ke bërë këtë dhe i përmend Zotit sa gjunahe. Thot jo Zot si kam bë. La ilaha illallah. Thot Zoti, po ke dëshmitar, i thot Zoti, ke shumë dëshmitar. Thot o Allah Zoti, ma ke premtuar se do të gjykosh me drejtësi, thot Zoti, po. Thot o Allah Zoti, më jep dëshmitar veten time. S'mund pranoj dëshmues të tjerë përveç vetes time. Thot dhe i vihet thot atij i mbyllet goja, si më thënë. Dhe fillon dhe flet trupi i tij. Thot pejgamberi sa në të njëjtin hadith, gjymtyra e parë që flet nga njeriu janë kofshët e tij. Nuk e di pse e ka thonë këtë. Duhet me e menu njeriu në këtë kohë të vështirë që jetojmë. Dhe gjymtyra e parë që flet nga njeriu janë kofshët e tij. Pastaj gjymtyrët e tjera. E njeriu këto duhet i menojë sa është në këtë botë. أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Ai njeri që e menon dhe e beson dhe e din se do të takojë Allahun Zotin e tij dhe e frenon veten e tij nga dëshirat e liga, pasionet e këqija, ai e ka sigurt xhenetin. Këto gjona duhen menu. Dhe njeriu duhet përgatitet. Dhe dëshmuesi i dytë, më i rëndësishmi nga rëndësia është siç e thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ai do të jetë dëshmuesi dhe çdo pejgamber do të jetë dëshmues
për popullin e tij dhe pejgamberi Muhamedi alayhis salam do të jetë dëshmues për ne. Prandaj turp prej Zotit, po duhet me pas dhe turp prej këtij burri sallallahu alaihi wasallam, i cili subhanallahu në një rast ju drejtohet shokëve të tij dhe ju thot, po kjo vlen dhe për ne. Thot, mos më nxini faqen ditën e Kiametit. Subhanallah. Pra me ardh atij turp se si mund paraqitemi ne. Zoti na fal. E Zoti lëshoft mbi ne mëshirë sa jemi gjallë, e lëshoft mbi ne mëshirë kur të jemi në varr dhe lëshoft mbi ne mëshirë kur dalim përpara tij. Amin. Dëshmuesi i tretë i rëndësishëm është ose janë me lajket. Me lajket. Çdo njeri ka një eskort me lajkesh që e ruajnë dhe e mbrojnë. Çdo njeri ka 2 melek që regjistrojnë veprat e tij. Dhe çdo njeri ka një melek, një angjël, pra, i cili fryn vazhdimisht në zemrën e tij. Pra 3 janë të sigurt, 2 edhe 1 merren në zemër, sa u bën 3. Muaqibat, numri shumës, grup me lajkesh që ty të shoqërojnë. Tani vetëm i gjo me menua vëllezër dhe motra, kur bëjmë gjunahe. Do të jap një shembull shumë thjesht. Nëse do të ishin mesin e 10 personave, duke bëjë moralitet, ato për shembull njëri është duke fal namaz, tjetri është duke përmend Zotin, tjetri është duke lexuar Kur'an, tjetri është duke bërë dua dhe janë 10 persona që kanë rrethu. Dhe ti në mesin e tyre bëni moralitet. A kishte mendje që e kap këtë skem? Vallai nuk ka logjik që e kap këtë skem. Ose në mesin e 10 personave që pa adhurojnë Allahun, ti të shajsh dikë, ti të ofendosh dikë. Në mesin e 10 personave që pa adhurojnë Allahun, ti të vjedhësh. Në mesin e 10 personave që bësh një mëkat apo gjuna, nuk ka kompjuter në botë që e kap. Tani ti llogarite, ti mund të kesh 10 ose 20, përveç kësaj treshes, edhe ti në mesin e këtyne çfarë zbon, çfarë thu, çfarë sillesh. E këto ditën e Kiametit do të dalin dëshmues o vëllezër. Do të dëshmojnë. Ditën e Kiametit do të dëshmojnë me lajket. Po edhe po mos dëshmojshin o burri dhe unë. Motra ime edhe sikur mos dëshmojshin këta, që nuk e dim se sa është numri, nuk na është treguar numri. Pa nuk vjen zora, nuk vjen turp për shembull që ti je mesin e një grupi adhuruesish, se me lajket s'din gjë tjetër vetëm të adhurojnë. Janë programuar vetëm për atë punë. Dhe ti në mesin e ty në sillesh si rrugaç, ti në mesin e ty në sillesh si hajvan, si idiot. Edhe unë kam edhe Ahmedin për qëllim, gjithë. Vallai nuk është normale, do të thoshte ndonjëri. Po vallai edhe unë kështu them, nuk është normale pasha Zotin, nuk është normale. Po çfarë jemi ne? Ne pra jemi këta që vetëm shira e Zotit. Vetëm dashnia e Zotit na nxjerr në dritë, se tjetër për ne Zoti na fal. Dhe dëshmuesi i tretë për nga rëndësia janë njerëzit që janë me ty në momenti që bën diçka të mirë apo të keqe. Ndoshta ta fshehin në këtë botë, ndoshta ta fshehin se i pagu, ose i josh, ose ku dëgjon e tjerë. Po vallai bilaj ditën e Kiametit vin dëshmues, pasha Zotin, vin si dëshmitar. O Zot, ky njeri ka thonë kështu filan ditë. Ka vepruar kështu filan ditë. A e keni parasysh hadithin kur kalon një xhenaze dhe tha pejgamberi alayhis salam, "Wajabat", se njerëzit e lavdruan, kaloi xhenaze tjetër dhe njerëzit folën shumë keq për të. Pejgamberi sa sen tha wajabat, tha Omer radhiyallahu anhu pejgamberin e Zotit, çfarë do të thotë kjo wajabat? I është bërë obligim. Tha të parët i është bërë obligim xheneti, tha të dytit i është bërë obligim xhenemi. Tha pse? Sepse ju tha jeni dëshmitarët e Zotit në tokë. Kaloi i pari dhe folët mirë, ke Zoti është i mirë, kaloi i dyti dhe folët keq, domethënë se edhe ke Zoti është i keq, ju jeni dëshmuesit e Zotit
në tokë. Ndër këto dëshmues që ne do të kemi ditën e Kiametit është toka mbi të cilën ne veprojmë. Dje po shifsha një lajm interesant, thotë deri më sot u bë disa dekada, pra ndoshta 20 apo 30 vjet apo 40 vjet, që shkencëtarët thotë nuk japin dot një përgjigje që e kanë quajtur kështu në thojza rrahja e zemrës së tokës. Në çdo 26 sekonda toka mbi të cilën ne veprojmë lëshon një lloj goditje. Siç rreh zemra e njeriu. Ka shumë hipoteza dhe shumë diskutime se çfarë komenti ka kjo gjëja, a ndodh prej bërthamës tokës, a ndodh prej pllakave tektonike, apo ndodh prej valëve të detit, hipoteza, apo asgjë nuk e kanë vërtetuar akoma. Nuk kanë dot përgjigje për këtë puls që jep toka çdo 26 sekonda. E Allahu xhelle xhelalu çfarë tha në Kur'an? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Atë ditë toka do të tregojë lajmet e veta se Zoti ja inspiroi një gjë të tillë, Zoti ja mundsoi një gjë të tillë. Tregon Ebu Hurajra radiallahu ta'ala anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: a e dini ju ç'është të tregoj toka lajmet e veta? Than Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha do të tregoj toka çdo të mirë dhe të keqe që është bërë mbi sipërfaqen e vet. Për këtë arsye thoshin të parët tan, të moshmit tan, nëse e bën një gjuna në një vend, shkon në të njëjtin vend dhe bën një adhurim dhe vepër të mirë. Që e njëjta tokë që do të dëshmoj për ty keq, të dëshmoj për ty mirë. Dhe që e mira që bën mas të keqes ta fshi të keqen që ti ke bërë. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tregon Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala se Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu thoshte: kudo që të shohësh vende që mendon, gjë sa e bukur, kudo që të shohësh vende që mendon se dikush nuk e ka adhuruar Zotin aty, shko fal në namaz, shko bëj dhikr, shko lexo Kur'an aty, sepse ajo tokë do të dëshmojë për ty ditën e Kiametit. Ajo tokë do të dëshmojë për ty ditën e Kiametit. E ndër këto dëshmues që do të dëshmojnë për njeriu ditën e Kiametit janë edhe disa kohë të veçanta. Ndër këto kohë të veçanta që do të dëshmojnë për njeriu ditën e Kiametit janë muajt e shenjtë. Për këtë arsye tha Zoti fela tadhlimu fihinna anfusakum. Thot Zoti në Kur'an: wa shahidi wa mashhud. Betohem në dëshmuesin dhe të dëshmuarin. Dëshmuesi dita e xhuma. Dita e xhuma do të dëshmoj për çdo njeri. Për çdo njeri që i ka dhënë hakun, për çdo njeri që është përkushtuar ditën e xhuma, dita e xhuma do të jetë dëshmues për të ditën e Kiametit. Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë: do të vi dita e xhuma, ditën e Kiametit, si një nuse me rroba të bardha me një nur të madh, dhe të gjithë ata njerëz që i kanë dhënë hakun ditën e xhuma do të jenë shoqëruesit e kësaj nusje të bukur me nur dhe me dritë, dhe do t'i marri dita e xhuma me vete dhe do t'i fusin në xhenet. Çdo xhuma ka me lajke special vetëm për atë punë. Rinë ke dera xhamisë, regjistrojnë kush futet, derisa thot muezini Allahu Ekber, mbyllën regjistrat, selam, vazhdo punën. E ndër këto dëshmues, tham, do t'jetë vetë njeriu për veten e tij. E ndër këto dëshmues do t'jetë trupi i tij. E ndër këto dëshmues do t'jenë gjymtyrët e tij. Prandaj të ribëjmë llogarit, të marrim masat, sepse la me farë, s'ke ku me shku, s'ke ku mu më qef, s'ke ku mu arratis.
O Allah o Zot, na mëshiro sa jemi gjallë. O Allah o Zot, na mëshiro kur të jemi në varr. O Allah o Zot, na trajto me mëshirën tate pa fund ditën e Kiametit. Janë dhe dy momente të vështira që do të jenë dëshmues special të njeriut ditën e Kiametit. Sendet dhe çdo gjë që të rrethon. Folën për tokën, toka është muhabet tjetër. Sendet dhe çdo gjë që të rrethon. Subhanallah. Do me thonë, thoti diçka, të mirë apo të keqe? Ku ka shku zoni jot, ose si thuhet, ku ka rrahur zëri yt? Shmues ditë, o çfarë bëhet ditë e Kiametit? Është e pa imagjinueshme dita e Kiametit. Ku shkon tha zoni i muezinit, çdo gjë që e dëgjon muezinin do të shmoj për të ditën e Kiametit. Po edhe të shamet, edhe ofendimet, edhe llafet e këqija, gjitha do të shmojnë ditën e Kiametit, sendet. Kur njeriu thot lebejk Allahume lebejk, lebejk elash, sa herë që thot, s'ka gur, dru, ron, gjë që e ngjon, vetëm se do ta vazhdoj deri në ditën e Kiametit dhe do të jetë dëshmues për të ditën e Kiametit. Për ta mbyllur me të fundit apo me të fundit, po i bashkoj të dyja bashk, tradhtia dhe pabesia. Tradhtia, pabesia do të jenë dëshmitar ditën e Kiametit. Këto muhabetet që njerëzit hajnë llafet, këto muhabetet që thot diçka dhe bën diçka tjetër, këto muhabetet që ta bën rrafsh e pastaj bëhet malore, këto muhabetet që po vlla dakord çdo gjë okay, po çfarë thotë ka marr funeina vllezën për hatër të Allahut për e ku dëgjon etj u përmend Allahu e pejgamberi alayhis salatu wasalam. E llapa deri në fyt kur pastaj kthehen në armiq, gjithë arsenale, gjithë çfarë ka njeriu për mrena, kush do ta vërtetojë këtë punë? Çdo njeriu që ka tradhtu ditën e Kiametit, thot pejgamberi alayhis salam, do t'i vendoset një flamur mas shpine dhe do të shkruhet tradhtia e tij çfarë ka bërë dhe ku e ka bërë dhe do ta shohin gjithë njerëzit ditën e Kiametit. S'ka turprim më të madh për njeriu se sa kjo. Ose kush ka marrë pasuritë të tjerëve, i është besuar diçka që mund të jetë post, mund të jetë pozitë, mund të jetë përgjegjësi etj. Dhe ka lujt me besimin e njerëzve, me hakun e njerëzve, me parat e popullit, me parat e xhamatit, për shembull. E si do t'i dalin këto ditën e Kiametit, pasha Allahun? E si do të lexohen nga të gjithë ditën e Kiametit? Prandaj, nëse jep fjalën për diçka, rri besnik. Nëse bjerën dakord për diçka, mos tradhto. Se nëse ja hedh njerëzve në këtë botë me llafe, me dëshmi të rrema, ku dëgjon etj, vallahi Zotit nuk ja hedh dot, pasha Allahun. Jo vetëm që se Zotit në botën tjetër, po vallahi, billahi, tallahi, s'ke për t'ja pa hajrin në këtë botë, pasha Zotin. Ka për t'a dhonë Allahu aty ku dhe më fort. Prandaj, tërhiqu, bëjnë djetro, pendohu, kërkoj halallikun, çoj hakun e tjetrit në vend, se për Zotin e madh, për Zotin, s'ke për t'ja pa hajrin. Nuk ke për t'ja pa hajrin, edhe nëse është shumë galopante, s'ke për t'ja pa hajrin, për Zotin. Ka për t'u kthyn mallkim, ka për t'u kthyn ilaçe, ka për t'u kthyn stres, ka për t'u kthy fatkeqësi. S'ke për t'ja pa hajrin, vallahi billahi, për Zotin. Ka për të thotë Zoti diçka që s'ke për të shiju derisa të vdesësh. Prandaj pendohu në radhë parë mes teje dhe Zotit, kërkoj hallallikun hallkut krijesave. Kështu vetëm kështu mund t'ja dalësh mban, vallahi. Përndryshe wa kafa billahi shahida. Allahu është dëshmuesi më i mirë. Ai di gjithçka dhe atij nuk i fshihet asgjë. Thotë i madhi Zot në Kur'an: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين.
nuk i fshihet Zotit asgjë. Qoftë sa atomi, apo më e vogël se sa atomi, apo më e madhe, vetëm se Zoti e di, e ka parë, e ka shkruar, e ka regjistruar, është dëshmitar dhe është e shkruar. Do ta gjejë njeriu në regjistrin e veprave të tij ditën e Kiametit.